Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që jeni duke na ndjekur. Mirëmëngjes, drejt për së drejti në rrezën tonë në kuzhinë. Jemi në hapësirën tonë të preferuar dhe tuaj gjithashtu për të gatuar. Edhe këtu, edhe. Kemi tava kemi receta plot produkte që janë të stinës mbi të gjitha. Dhe po ashtu na garantojnë, na sigurojnë ato vaktet tona të shëndetshme dhe të shkurtra dhe të shpejta. Pjeshta të shpejta. Pra pashtu kemi sot, të shkurtra fare receta. Shkurtra. Me 2-3 përbërës kryesor. Kam lindur tetanike faktikisht. Kam lindur, tetanike jo. Edhe gjithçka e bëj të shpejt. Gjithçka? Gjithçka. Okej. Gjithçka. Pa përjashtuar asnjë gjë. Okej. Domën për velulin. Se shoh që domën për velulin. Sa është kjo receta e sot? Me sa zgjat? Sa minuta e kemi në kohë? Heqim para pregaditjen. Heqim para pregaditjen. Para pregaditja kërkon e gjitha mund të kërkoj 10 minuta. E gjitha me rende me gjithçka. Çfarë është kjo recetë? Furën e kemi të ndezur që kërkon 1 minutë. Ko, pra 10, 11, 30, 45 minuta të shkon e gjitha. Në total. E çfarë është kjo recetë? Ta prezantoj pak me produktet e veta. Dëgjoj. Ti më çeket me kungullin. Po kur thoni janë nga ato recetat 5 minuta? E pa jo është kokra e gënjeshtrës, se vetëm receta 5 minuta ne nuk kemi. Në një salat, në një gjofatë 5 minuta. O Albana, hajde, themun. Vetëm 5 minuta erdha, them. Vetëm 5 minuta që zgjat. Vetëm 5 minuta, më pritë dhe unë erdha. Mirë, po do na tregosh çfarë është? Do të tregoj që është një role. Një role në tavë me kunguj, karrota, vezë, kos, miell, kryp, piper, speci kuq, i thash të gjitha. Kosin i thash, vezët i thash, po, vezët i thash, po, gjitha. 3 vezë, sa duhen? 3 vezë, vaj pakos fare sa për lubrifikim, dhe më pas, jemi për gatim. Gati për ta pjekur. Vetëm më zbem konkurencë për... Jo, unë kam një mendim të filloj të gatuaj. Pra, përbërësit edhe një herë, thamë një kungulleshk, një karot, jo e mija me dhe unë bejte. Për shtas rimat, më pëlqen. Kosin erzeni. Kemi zë këtë kosin me 2.8% të ndyrë. Nuk duhet jemi drastik në ndyrën. Duhet dhe ndyra e bulmetit, në shëndetin tonë, në gatimet tona. 3 kokra vezë, miell. Nëse i keni të shkruara regjia mund t'i paraqisni për anvisat, dhe erëzat e ndryshme, piper i kuq, piper i zi, kripën për të rregulluar shijen, krem djathi, do ta mbështjellim këto, ta mbushim. Po të duam, pastaj kjo mbushja është opsionale dhe çfarë të duam ne. Okej. Pra që mund të mbushet kjo roleja, pastaj me sallata jeshile, me majdanoz, domate, djath, krem djathi, për ta bërë ashtu të dukshme bukur. Përbërësit i kemi në tryez të gjitha, edhe salatën edhe domatet. Djath, krem djathi pa ashtu kemi dhe fillojmë nga puna. Aman mi zoje. Ku e ke plek të fuston? Aman mi zoje. Ja rëtulloj herë. Po u rëtullova pikër miell i gjithandej. Bese pas ke pa ka ish. Qa ishte ajo a ish? Ka ish. Ka ish është rriti mesit. Zoja sot është në më të mirën e mundshme. Të fshej mesi. Në më të mirën e mundshme. Dhe fillojmë të mgjallën kungulleshkat, shiko sot. Kombinohem. Shtoj vezët, një e nga një. Energjie që marr nga gatimet e tua. Përshtas veshjet me produktet që ti sjell për të gatuar. E fillojmë me vezët tani, që ti tregojmë hapat njëra pas tjetrës. 3 vezë për t'i shpërbër. Një raje të mirë, aq sa u amari vend. Me vezët e fillojmë, do vazhdojmë pastaj me përbërësit e tjerë që janë në afërsisht në trajtën e vezëve, për lëngëtat, pra siç është kosi. Shtoj pakës piper. Piper të zi, piper të kuq. Masën e kripës. A e keni vënë re në receta? Marrim kungullin, e grim në rende, e shtrydhim. Po përse do ta shtrydhim? A do të shtoj kos?
Atëherë përse më duhet mua kjo masë? Duhet sepse është e gjithë esenca e çdo perime, e çdo fruti ku është? Te lagu është. Atëherë nuk e bëj këtë veprim. E jo me telmë, me telë mora mund vezës. Tani filloj dhe karotat. Janë të grira në rende, janë të holla të imta. Duan shumë pak për t'u gatuar. Folëm edhe dje për karotën dhe treguam mënyrat më të mira për të përsipur elementet, siç ishin avulli, pjekja, shumë mire përfshirë në gatime. Por, ne përshtatemi me anvisat. Po. Sepse shumë mirë, këtë e kalon. Ma avull bëtë shumë. Janë dhe ato opcionet në furrë që kanë dhe avullin. Tani është rrata e miellit. E miellit. 2 lugë, unë këtu ka më tepër. Pra me vezët fillimisht, shtuam kosin, ungulleshkat e grira imët dhe karotat e grira imët dhe mielin. E shihni dhe me sy 2 lugë, 3 lugë miell të plota për t'i bashkuar produktet në njëra tjetrën. Kripën është shumë në rregull. Dhe të gjitha, i largoj. Po, e gjithë kjo do të përfundoj në tavë, në të cilin kemi shtruar të letrën e pjekjes. Ne do t'a pjekim, më pas do t'japim atë formën e roles, për t'a mbështjellim, por para praktikisht do t'a mbushim, dhe mbushjet janë sipas dëshirave. Sipas dëshirës. Shtoj. Se është një gjë që i përmbledh gjithçka, edhe perimet aty, edhe proteinat vezët, edhe pak miell. Që është shumë e mirë për ata që marrin ushqimin me vete, për një mëngjes në familje, për bukën në shkollës. Ka goxha mënyra dhe alternativa që pse duhet ta gatuajmë këtë recetë. Ne yndyrën ja kemi shtuar, që do të thotë nuk do t'jetë e thatë, do t'jetë e butë pas pjekjes, në temperaturë gati 200 gradë, edhe si funksionon furra juaj, ja shifeni tani. Pas pjekjes do të jetë i njëjti rezultat, po një ngjyrë e kuqeremt. Dhe pasi të ftohet, ne do ta mbushim gjithmonë ku të jetë ftohur. E marr e vendos në furrë. E heq direkt sa është e nxehtë që unë të kem mundësinë ta bëj role. Të mbështillet, po. Normalisht, më pas filloj me bëj mbushjen. Unë e marr me dashurinë më të madhe. Më pas e bëj mbushjen, sepse duke qenë se do jetë me avujt e furrës, me avujt e ngrohtë të furrës, do të na nxjeshë sallata. Por ne do ta presim, do ta ftojmë dhe e tregojmë hap pas hapi më pas këtë pjesën e mbushjes. I përmbledhim edhe një herë të gjitha përbërësit, të gjithë produktet që na u deshëm për rolen ton, rolen me kungulleshka dhe me karota. Një kungull, një karot të grira në rende, 3 kokra vezë, 2 lugë kos, 2 lugë miell, 1 lugë piper i kuq, kri piper i zi dhe susam apo fara. Dhe mbushja do të jetë me krem djathi, sallatë jeshile, majdanoz, domate, djath, elementë të cilët i kemi të gjithë përbërës që i kemi në shtëpi. Dhe mbushjet pastaj dihet që janë individuale, dikush e do një shije më të fortë, dikush e do më kremoze, dikush e do më të mbushur me jeshillëqe, e të tjera si këto. Mirë, këtu kemi përfunduar me recetën tonë të parë, kalojmë tani te gatimi tjetër, pasardhës. Elvana ka sjellë produktet. Kemi qoftet me, pilargoj që po tutje unë këto. Me perime. Ja. Me patate. Patate lule lakër. Super. Patate lule lakër. Një kombinim që e bëjmë edhe supë, edhe në tavë, edhe në qofte. Atëre i renditë dhe... Do t'i rendisim, të bëjmë me përmasat e duhura. Receta e shkruar. Sa patate, sa lule lakër, 2 patate të mëdha, 1 kokë lule lakër, 1 vezë, 1 filxhan me bukë të thekur, të grirë, galet pra, krip dhe erza, sipas dëshirës, mund të ketë hudhur pluhur, mund të ketë piper të ëmbël pluhur,
qepe me radhë, djath, si pas shijes tuaj, djath të grirë, dhe vaj ulliri. Atëherë, një vezë. Shtoj pakës krip. Vaj. Lesë që ta mam kripën, jo me esnafe, si. Shtoj të gjithë specin e kuq pluhur. Një nga pikat e forta të qofteve janë erzat. Pa. Po s'ka nerza, nuk kanë dhe atë shijen e dur, çfarë do lloj qofte, me mish, pa mish, me perime, me bulgur, drithra, fara e të tjerë. Pudra. I lë të marinohen. Këtu kam pataten dhe pataten e kam me lëkurë, sepse është patate e re. E ke zirë me gjithë lëkurë. Do grime dhe qepën i duhet qepa. E kaloj pak të kjesa me madhe, me i gjërë. Kur e gri kështu qepën në rende, kam aq bezdi, me zi e gri, nuk më shkon mirë dora. Më duhej në formën e pures. Më duhet edhe djathi. Djathi. I shkon më së mirë djathi kaçkavall për shembull. Ose një djath i but. Kaçkavalli fort. Tu është te patatja. Nëse nuk ta kemi të mbushur, i shkon i buti, i shkon i që bën atë kremozën, cheesin që themi neve të qofteve. Në rregull. E sa mirë do ishte që pasi të kishim përfunduar, të kishim pjekur, skuqur qoftet, të shoqëronim ato me atë kosin e freskët, shishëm, kos me hudra ose një tarator, me garantoj që është pa shumësie. Hudra. I largoj të shoqërohesh shumë mirë. I kemi bërë gati, pothuajse gjysmën e punës, si thua tani që na duhet pak minuta që t'i punojmë dhe t'japim formën e dur, që të bëjmë atë shkëputjen tonë shumë të shkurtër, është një shkëputje 1 minutëshe, dhe vazhdojmë gradualisht recetën që dhe t'i skuqim, ndërkohë ne do të nxejmë dhe t'i ganim për vajin e skuqjes. Rikthehemi pas 1 minute. Ja ku jemi, vazhdojmë tani me recetën e qofteve, i përmbledhim një herë së bashku produktet që ta keni dhe ju një ide më të qartë se çfarë ju duhet për t'i programuar në shtëpi në një nga vaktet kryesore. 2 patate të mëdha, nëse i gjeni të reja i zjeni me gjithë lëkurë, ju duhet një kokë e vogël lule lakër, një vezë, duke thekur galet, krip dhe erza sipas dëshirës. Ne kemi shtuar hudhër pluhur, piper i kuq, ëmbël, piper i zi, mund të keni pluhur qepe, djath kaçkavall dhe vaj ulliri. Formojmë brumin e qofteve dhe paralelisht të ngrojmë edhe vajin. Vaj për skuqje si gjithmonë. Në rregull. Fillojmë dhe e punojmë. Malesh unë e kam punuar edhe me dorë, Për këtë recetë sigurisht që duhet të zgjejmë pak më tepër edhe patatja, edhe lule lakra që të shtypen. Vetëm këtu s'ka al dente. Po. Duhet përzihen mirë të gjitha erzat. Që të merret një shije e mirë e qoftes së realizuar. Kaloj. Të marr një Majdanoz? Majdanoz, ja. Cila del më kollaj? Ja.
Ja shtem dhe majdanoz dhe e freskon, është një shije neutrale aty tek. Edhe pak sa anon të lule lakra, duke qenë se dominon me aromën e saj. Kështu që majdanozi ekuilibron, i jep një freski të mirë. Të gjithë të mas. Të gjithë të mas. Opa. Aty do t'i vendosësh të skuqurat. Këto e largojmë, se nuk na duhet për momentin. E le akoma që të ngrohet vaj, si që them vazhdimisht të ngrohet dhe jo të digjet. Dhe e punoj. Pra, është bërë një masë kompakte. Tani luk? Po, do t'japin formën. Luk. Asnjë shans nuk ka që të hapen, sepse jo vetëm veza apo patate gjithashtu është shumë ngjitse. Ja, këtu mendoj që unë kam vendosur edhe gjethet. Edhe gjethet, po. Japi një shije të veçantë. Nuk i duhet edhe shumë për t'u skuqur, duke qenë se janë të ziera, të parazira, perimet. Ose t'japim atë lezetin e ngjyrën e bukur. Sa të ngrohet, ndërkohë. Është ngrohur, po. Ndezim çik ekspresin, se kemi ndezur sot. Për kafen tonë, se nuk ka ditë që nuk i duhet trupit një kafe. Sa të mbaroj pulsimi i butonit, ne do të bëjmë një kafe të mirë, me aromë të këndshme, të shishme, kremoze, që të vazhdojmë punën, të vazhdojmë ditën. Nuk kërkon gjeshje si tek qoftet e mishit grirë. Akoma pres që të bëhet. Vaj, bëjnë një shplarje duarsh deri sa... Sepse në gjitha i brumi, buka, dhe lagështira, patate gjithashtu, që e regulojmë këtë pjesë. Dhe tjetë ngrohur, besojmë qikë. Po. Vaj, vendosim qoftet e para. Paka shumë të gjitha llojet e qofteve kanë të nevojshme këtë pudrosjen, kështu me pak miell, se i mban të buta brenda, krokante nga jashtë. Pra, sa merë qoftja, miell. Të gjitha recetat që sillen gjatë kësaj periudhe, gjatë këtij muaji, që mbyllin vitin, mund të konsiderohen edhe për atë tryezën, sepse është tryeza e Krishtlindjes, është tryeza e Vitit të Ri. Kështu që shënoni çfarë ju tërheq më së shumti, kemi bërë edhe sallata, kemi sjellë edhe qofte, se s'mund t'i realizojmë të gjitha në ditët e fundit të vitit, për tryezën festive. Kështu që her pas here mund t'i mbani shënim disa receta që sjellim dhe mund t'jenë s'ka problem, gjethet e majdanozit. Është një mëtutje edhe kam edhe një. Kam edhe kjo e fundit dhe i skuqim. Shiko tani, ne po skuqim të tiganin, ndërkohë merremi pak me kafen dhe kemi një pauzë. Një pauzë për të pirë kafen ton. E meritojmë një kafe sot, apo jo? Si thua? Edhe një s'ka, edhe dy s'ka. Nuk e mbaj mend fare çfarë kapsule u dham, duket se ato shihen intensive të kuqen. Po bëjmë kafe, ndërkohë, sa kohë na merr kafja, tak një rufitje e lehtë, bëhet gati dhe tigani me qofte dhe ne ju presim pas publicitetit me lavazën ton, shijojmë kafen, marrim energji, po ajca dhe ju. Edhe shpejt, të qofte. Të qofte të staj, po. Rikthehemi. Mirë se erdhët, pas reklamave, pas një pauze dhe ne morëm veten me një kafe.
Gatuajmë tani një tjetër recetë, përpara se të kalojmë tek receta e tretë, do t'i tregojmë tani qoftet sa të bukura dhe të mira kanë dalë, të shijshme, të këndshme për tryezat tona. Qoftet me patate, me lule lakër, me erëza të ndryshme, me vezë, me bukë të thekur, me majdanos, me djath kaçkavall, ja, tek I kemi skuqur dhe duken shumë të bukura. Do t'i vendosë stafeta aty midis. Gatuajini dhe na tregoni pastaj eksperiencat tuaja në ditë të tjera. Thashë do të vendosi qofteve, tani të bëjmë një skuqje djathi kaçkavall me pak miell të pudrosur dhe me I trego dhe neve këto truke, këto sekrete, këto gjërat që po bën. Ja, këtu. Birën e marë që të zbutet, djathi që të përthith pjesën e miellit. Në pjesën që unë e vura për shembull, nuk e përthith. Pres edhe pjesën të tjera, jam e ku jam, nga oreksi shqyqyr... Nuk vuajmë, jo, mirë jemi, do i përshtasim... Shif e shkruaj. Tregon goja, që s'fa ha goja. Ka shprehje të tjera që lidhen me të ushqyerit edhe me... Shëndet e tualet. Të dukurit. Shëndet e tualet. Farha goja tregon boja. Shëndet dhe tualet, a ka tjerë pas ka metur dhe një qofte aty pas kuqur. Kume? Unë duk mua aty të pigan jotë. Ajo është duke skuqur ajo? është duke skuqur. Po, ajo është e imja. Është e imja. Më krokante ti. Përgatitëm qoftet, piqet ndërkohë në furrë dhe... Ja, opa. Roleja me kungulleshka dhe me karota. Dhe tani prezantojmë për ju recetën e fundit për sot. Kemi kërpudha, kemi speca, salcë, qep, dafin, piper të zi dhe krip për të rregulluar shijen. Për çfarë bëhet fjalë? E shohim dhe së bashku me porcionet dhe gramaturat për një gatim më të plot për gjithë familjen, ndërkohë që skuqet edhe ana tjetër e djathit kaçkavall. Pulë me birrë dhe speca, brenda ka dhe kërpudha siç I lexova, por do të merrni një pulë të ndarë në copa. Mirë është një pulë të freskët nëse e gjeni, një spec të kuq, një spec të verdh, një spec jeshil. 3 lloje të specave. Të prera këto në shkopin. 250 gram kërpudha të freskëta, 3 qep të thata, vaj ulliri, 1 gotë birë, domate të freskëta ose salcë pure, lëngë domate, pak sheqer për aciditetin e salcës ose domateve, 4 gjethe dafin, krip piper I zi I freskët. Kjo është receta që do të gatuajmë tani. Ja, mbarova edhe me djathin. Që nuk do. Që nuk do. Pse? Nuk do, sepse ja, është ngjitur. Është dhe. Ato janë për t'i servirur bashkë me... Po. Është kjo pjesa... Shkojnë të gjitha gatimet e sotme, shkojnë me njëra tjetrën, pra edhe roleja që është duke u pjekur edhe qoftet edhe një djath që skuqet, e pudroset pak me miell. Këtu, siç jam. Se s'mo duhet miell, thjeshta ky miell që është... Të vizoj pak lagështirën. Pa. Mirë, e kam prerë pulën në copa. Dhe çfarë merr dhe e largoj. Edhe këtë të lutem. E lë me pak fare krip. I vë një kapak. Kam të gjithë përbërësit e tjerë. Dhe
tek salsa e domates, të domatja, tek të gjitha, e heqim edhe atë niki aty ku je, e heqim direkt. Nuk më duhet më tjetë e pjekur, se duhet të jetë e butë. Do thoni ju, o Albana... Ja, ka marrë pak gjyrë. Ashtë më duhet, më duhet më tepër. Opa, ja, e largoj. Dhe si që ta mbushja është, pastaj ne do t'japim një alternativë juve, por ju mund të keni dhe alternativat tuaja. Një pjata e parë, tani, qoftet, e djathtin dhe ju bëft mirë. Si që kam këtu, mishën e pulës, do të shtoj, se kam punë dhe mata, që? Qepën e prerë në gjysëm hënë. Ose faktikisht kjo qëtë zhyljena gjysëm hënë, se e gjithë kjo masa, keni më shumë qepë, për dhe unë nuk kam një pull, që kështu, e lësë sërisht të bëhet. Kam specat e prera në zhyljen. Pra këtu veprojmë si në familje. Sjellim gatime që kanë ditën e mishit, pra kur përfshim mishin në menut tona, kërpudhat, mishin e pulës, brumin, frutat, perimet, të gjitha si që veprojmë dhe shduhet të veprojmë në familje. Pjesën tjetër, e pas që nuk pastrova gjë, nuk lahen kërpudhat, nuk lahen. Kërpudha është e tillë dhe kur ne duam ta mbushim, pastrojmë lëkurën, kur e skuqim, ose e kemi në furrë sërisht, nuk e heqim lëkurën, vetëm kur është e mbushur. Ja ku kam. Ja. Pra e kam në shijen e djathtit të qoftës, gjithçka që të ketë atë shijen e duhur, sepse vetë yndyra merr shije. Do të kaloj edhe kërpudhat aty. Shtoj mas kripe, sikurse dhe mas bire. Kam një punë që hallet e veta, problemet e veta i kalon të bira. Ede, unë jam. Këmbët së më mbajnë, këtë thot pula, jo. Dhe sërisht e të presim pulën e mes, sepse kam. Do t'a lëm të kaloj tutje, avullon alkooli. Nuk e la fare të mendohet pulën. Nuk e mendoj, se po u mendua bën zarare. Opa, të gjitha i largoj. Meri pak me këtë se u ftof. është ftohur paksa. Dhe bëj bushjen e roles tonë. Më jep të lutem Niki një sallatin e jeshilo që... Ja, e kemi këtu, e kemi fshehur, ja prit. Shumë në rregull, të lutem. Po desh edhe majdanos, në një copë djathi, çfarë të duam, ose e bëjmë thjesht siç si del më e bukur. Mund të huazojmë pak djath. Këtu? Po. Mund të huazojmë pak djath. Ja marrë të dy pjesët e djath. Po. Merë të gjithën. Djath të skuqur, djath katëshkavall. Ja, të tillë. I shkon shumë mirë kësaj mbushjeje. Pakës domate, pak pomodor për kolor. Super.
Mund të shtoni djathë të bardhë, çfarë do? Mund të shtoni elemente të tjerë, ton, çfarë të keni ju në dëshirë, por ndoshta duhet të ftohesh edhe pak më tepër. Kjo nuk ftohet sepse nuk më, po nuk është bërë tamam. Nuk është bërë tamam. Me mbështjellje me pra letër. Pra faj me kafurra. Me mbështjellje me letër. Okej. A i keni parë filmin Tom ka dhe shokët e ti? Po, e kemi parë. I morën tokën. Ti nga më të mirë të realizuar. Po, sepse të ashti? E mbështjellim dhe lëm që se do të kulloj pak ajo dhe e presim. E zbërthejmë me zmbështjellim. Do ta lë të tillë, derisa të mëftohet, sepse po ta heq tani do hapet. Do hapet. Shikoj sa e nxehtë ka qenë dhe shumë e nxehtë. Lëshohen edhe edhe e lëm këtu. Tek drasa. E lëm këtu. Pulës i dhash birë edhe mu de roleja. Ja shojmë njërë që kemi të tigani, dërku e kemi... Po flisnim për socializmin, për kapitalizmin, për atë që është specifike dhe jo. Por nuk e di se kapitalin kush e vë, socializmi apo kapitalizmi. Se ka njërës dhe njërës. Shtoj, ato specat të... Këtu i kam. Se si hoda të gjitha. Sikurse dhe të gjithë këtë masë edhe salcën të salcës. E lëm aty, dafinën. Dafin, se do t'i bëj edhe atë përzjerin e dur, mos u shqetësoni, sa për përzjer. I shtojmë një të gjitha erzat. Masën e kripës, po, sepse s'kemi pse e lodhim gjëndjen kotë. Ja. Një përzjerje avasht e mirë dhe duke i lënë që të zbuten. Problemi është e avasht. Ajo është dhe duhet bëhet avash. Shumë avash. Në një nga të temperaturat... Nuk duhet zhurma. Poshtë minimale, nëse ne kemi deri tek 6 tek 9 dhe lëmë të 3. Kam thënë, unë nga kjo punë do dalë me... Pa tjetë me një CD, se s'ka nuk... është talenti që fletë. është energjia që më rëthon. Donë apo s'donë? Një kje vazhdonë. Ne duhet të fundojmë tani, bejtet i vazhdojmë se kemi punë akoma, më pas, do të vazhdojmë me bisedat tona, ku do të flasim për shëndetin pak më vonë, që në fillesat e qytetërimeve, e zhvillimeve, gjithmonë e kemi një lidhje të fortë, të pakrahasueshme me natyrën, duhet ta kemi të tillë edhe pse jemi shkëputur dhe nga natyra, por shëndeti fillon aty në lidhjen tonë me natyrën. Për këtë do të flasim pak më vonë për një filozofi të re, por që bazohet në filozofinë e vjetër të lidhjes së fortë të njeriut me natyrën, për të qenë i shëndetshëm. E vëm kapankun, do të zi se the avash, ne do të shkëputemi për publicitetin e radhës edhe për fleshin informativ. Recetat tona si gjithmonë ku? Te Krezja në YouTube. I vëm dhe kapankun guzhinës për sot? Mbaruam sot. Drënin sot. Bollë, folëm sot, e kena ndërë sot. Ne shimi pas pak së bashku, ju pres. Mirë se erdhët në rezen tonë. Në ditë e sotme, ne përballim me shumë probleme shëndetësore, me një mjedis të ndotur, me metale të rënda, me ushqime të përpunuara, me stresin e përditshëm, çka ndikon patjetër në shëndetin tonë të përgjithshëm, dhe këto e vërejnë jo vetëm statistikat, por edhe mes nesh kur bisedojmë, jemi të pasigurt për të ardhmen e shëndetit tonë. Por në këtë kuadër, është qasur nga disa individë të cilët e duan ta shprehin në popullat dhe në shëndetin publik një filozofi që quhet One Health, është filozofia më e re për qasjen dhe për mbrojtjen e shëndetit të popullatës. Çfarë konsiderohet kjo filozofi e re një qasje moderne në fakt në ditët e sotme? Një njeri i shëndetshëm jeton vetëm në një mjedis të shëndetshëm dhe në bashkëtesë të sigurt me kafshët. Dhe nuk mund të mbrojmë shëndetin e njerëzve pa mbrojtur në fillim tokën, pa mbrojtur në fillim ujrat dhe pa mbrojtur pyet dhe kafshët.
Kjo është pak a shumë në vija shumë të trasha të përgjithshme filozofia. Dhe më pas do të ndalemi dhe tek një produkt i cili do të jetë jo vetëm një surprizë dhe shumë i këndshëm për ta dëgjuar, por mbi të gjitha për të kuptuar se çfarë kemi humbur kur ne kemi patur atë. Ju prezantoj me Marius Myzeqari, themeluesi i projektit One Health. Faleminderit që jeni këtu në studio, mirë se erdhët. Shumë faleminderit Miki për ftesën. Është kënaqësi të jesh pjesë të këtij emisioni. Ju gjithmonë keni trajtuar tema të rëndësishme që i ndajmë publikut dhe besoj që edhe me këtë puntatën e sotme ne do japim diçka me vlerë në këtë pikpamje. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësia është e jona. Mirë se erdhët dhe doktor Alind Shehu, mjek i përgjithshëm. Kënaqësi që jeni në Rrezë Dielli. Faleminderit për ftesën. Edhe për t'i dhënë në një le themi një qasje mjekësore të përgjithshme për efektet që do të ketë në të ardhmen, jo vetëm ky projekt, por edhe atë çka ju keni ndërtuar përmes filozofisë moderne në ditët e sotme që duhet, por jo dhe aq moderne, sepse ky koncept ka ekzistuar dikur apo jo. Më flisni pak se çfarë është koncepti One Health për shëndetin ton. Atëherë, One Health concept është një filozofi e një shëndeti e cila sintetizohet si një sistem i tëri, duke përfshirë këtu të gjithë format e gjallësave në planet, duke nisur që nga mikroorganizmat që gjenden në tokë, në ujë, që nga bota bimore, bota shtazore, dhe duke rritur më në fund tek maja e piramidës, ashtu si ne kemi qef ta quajmë njerëzimin. Pra, One Health concept e njeh shëndetin, pikpamjen e shëndetit si një të gjithë, për të gjitha këto forma jete në planet. Vetë si filozofi, synon që të rikthej njerëzimin në rendin biologjik të jetuarit. Pra, duke patur terrene për tokat më të shëndetshme, të cilat e kanë humbur atë naturalitetin. Fertile, që të kenë prodhimtarinë biologjike, organike, duke trajtuar ujrat që lagen këto terrene, duke patur bimë më të shëndetshme, duke patur kafsh më të shëndetshme, duke sjellë kështu edhe një shëndet më të mirë të përgjithshëm edhe për njerëzit. Përpos tentativave që njerëzimi ka pat nevojë, ka diferencuar pak dhe ka, si thuash, e ka modifikuar këtë element të përbashkët jetësor për planetin. Duke filluar që nga një histori shkurtër, duke filluar që nga vitet 1900, luftës parë botërore dhe 1950-60, njerëzimi është përgjigjur me disa nevoja më imediate në pikpamjen e shëndetit. Ishte nevojë të luftrat, kishin nevojë për medikamente më të shpejtë, në pikpamjen e medikamenteve sintetike, në sintezave kimike. Atëherë, kjo industri, nga filozofia e vetë e naturopatisë, e principeve aktive që vinin nga natyra, u shndrua në një filozofi që po prap nga një ingredient i natyrës, i cila është në produktet e naftës, u shndrua si lëndë e parë për prodhimtarinë e farmaceutikës konvencionale që ne shikojmë sot. Ne me anë të rifutjen e acidit humik, i cili është ky emërues i përbashkët që na lidh në këtë planet, çdo formë jete në këtë planet, tentojmë që të risjellim rendin ekologjik të planetit. Ne synojmë që me anë të futjes së këtij produkti në treg për të gjitha këto forma jete, qoftë për botën shtazore, qoftë për botën bimore, por edhe njerëzore, ne i japim mundësi sistemeve tona imunitare, organizmave tonë, që të ri-identifikojnë brenda vetes atë fuqi që natyra u ka dhënë, nëpërmjet këtyre mineraleve bazë të formimit jetës. Të cilat kanë humbur, janë tjetërsuar? Të cilat, për fat keq, janë dhe diku janë modifikuar, nuk janë më në formën e tyre natyrore, për shkak të industrializimit, për shkak të nevojave që tham pak më parë në lidhje me nevojave imediate që ka pat njerëzimi, shkenca ka synuar që ti përshtas këto. Sot ne jemi në kushtet që ne mund t'i rikthehemi këtij rendi natyror.
sepse vetë mjekësia e ka mundësin, e ka dijen dhe mjafton që të analizoj ato çfarë ne natyra na vën dispozicion dhe ne mund të rikthehemi shumë natyrshëm këtij procesi. Sot njerëzimi është larguar shumë nga natyra dhe ka ardhur koha që ai të rikthehet natyrës. Apo jo, doktor Ali, duke patur parasysh ajrin e ndotur, ushqimet e përpunuara, sasinë e madhe të ilaçeve që po konsumojmë, stresin e përditshëm, sëmundje zoonike që vinë nga kafshët dhe këtë e dëshmoi dhe Covidi në fakt në një farë mënyre, siç është shprehur. Pra, sa të rrezikuar jemi ne në ditët e sotme për shëndetin ton, duke u ballafaquar me të gjitha këto mjedise toksike rreth e përqark nesh. Në fakt, duke u nisur nga i gjithë zhvillimi në botë, edhe niveli i jetëgjatësisë tani është rritur, edhe këtu në Shqipëri tek ne. Por nga ana tjetër, siç kemi rritur nivelin e jetëgjatësisë, si kemi rritur parametra të tjerë të mirëqenies fizike dhe mendore, sepse këto janë të lidhura bashkë, edhe ne në mjekësi nuk i ndajmë nga njëra tjetra, sigurisht kemi edhe disa si thuash, kemi dhe disa parametra të tjerë, të cilët kanë ngelur primitiv dhe ne nuk i kemi zhvilluar ose i kemi keq zhvilluar. Një nga këto parametra është keq ushqyerja. Dhe keq ushqyerja është në nivelin që me jetën sedentare që ne bëjmë dhe zhvillojmë sot, duke mos pasur kohë dhe duke mos i dhënë shumë rëndësi gjumit, ushqimit, dhe me botën e zhvilluar, ato rriten në nivelin e tyre më të lartë pesticideve për të formuar edhe për të prodhuar një sasi më të madhe ushqime. Për të përballuar nevojen që është në botë. Kjo ndodh që ne të marrim një nivel shumë të lartë të toksinave në trupin tonë, të metaleve të rënda në trupin tonë, dhe të shumë parazitve apo edhe të shumë elementeve të tjerë të cilët nuk i bëjnë mirë organizmit njeriut. Por, sigurisht jetëgjatësia është rritur duke u zhvilluar sistemi farmaceutik në botë e shumë parametra të tjerë, por nga ana tjetër kjo e dekompenson në një farë mënyre. Dhe këtë bën projekti në fjalë. Në fakt, kur Mariusin prezantoi për herë të parë me projektin, unë isha shumë skeptik në fakt. Skeptik për çfarë? A do të arrieshet që të përthitheshe nga busia, nga institucionet? Nga natyra e të qenit një profesionist i kujdesit shëndetësor të gjithmonë një skeptik. Edhe ky skepticizëm vjen e para njëherë kur Mariusi më tha që është një produkt mirë bërës dhe multisistemik, që do të thotë nuk vepron vetëm në një organ të caktuar, por ky vepron në një nivel më të gjerë të organizmit tonë. Dhe në fillim mu duk si një suplement i zakonshëm natyral, si një suplement që ne jemi mësuar që të shkojmë në farmaci dhe të gjejmë një kategori të gjerë suplementesh të cilët i marrim dhe nuk të paorganizuara. Megjithatë, pasi kalova një kohë të gjatë duke hulumtuar në studime laboratorike, në publikime të universiteteve dhe të qendrave kërkimore shkencore, zbulova që si mjek acidi humik ishte një suplement, nuk ishte një suplement i zakonshëm, por kishte vlera dhe parametra të matshëm në laborator. Dhe nuk donte një shkencë shumë të gjerë. Sepse ajo ka ekzistuar, ka qenë për miliona vite formuar nga shpërbërja natyrale e bimëve, apo jo? Dhe kjo ka ardhur më përpara në mënyrë primitive. Njeriu e merrte pa kuptuar se çfarë, po kuptonte që kjo gjëja i bënte mirë. Kurse në kohët e sotme, ne kemi mundësinë që me anë të analizave shumë të zakonshme laboratorike, kjo mund të matet se në çfarë niveli mund të bëj mirë ky produkt. Na aq më tepër që është një produkt natyral, që është një nga pasuritë më të fuqishme organike që na ofron natyra, që vjen nga shpërbërja natyrale e bimëve, mikroorganizma që janë në tokë dhe vjen për të na rregulluar gjithë sistemin e prishur të trupit tonë. Apo jo? E qartë. Unë do t'ju marrë vetëm disa parametra. Kjo jo për t'i dhënë një informacion vetëm publikut gjerë, por për dhënë një informacion edhe në baza shkencore në nivel të profesionistëve të kujdesit shëndetësor që të kuptojnë realisht se çfarë bën produkti. Për shembull, ne kemi dy proteina që rregullojnë nivelin e ciklit qelizor, që janë BAX dhe BCL2, janë dy proteina,
njëra i thot trupit shkatron qelizën kur qeliza është e dëmtuar, kurse tjetra i thot qelizës së shëndetshme shtou dhe mbulo problemin që është identifikuar më përpara. Të tjerë janë parametra biokimik, humasi, metalet e rënda në gjak dhe në urinë, që janë të zakonshme që një masë. Shumë problematika. Për shembull, po flasim, studimet e fundit kishin treguar që prania e aluminit në organizmin tonë shkakton kancer. Të gjitha produktet kozmetike që ne përdorim, që përmbajnë metalet të rënda, apo prania e aluminit në trup përshkallëzonte ose shkaktonte Alzheimerin. Domethënë, këto janë studimet më të fundit që vijnë nga shkenca. Të tjerë parametra janë parametrat e mëlçisë, transaminazat, në rastet që i kemi të rënda, indikator të veshkave ku kemi kreatin, ure, parametrat tjerë është numri i leukociteve, pra qelizave të imunitetit një, dhe shumë parametrat të tjerë që unë nuk do t'i përmend për efekt kohës në emisionin tuaj, dhe këto janë parametra laboratorik të cilat ne i macim në përditshmërinë tonë, të punës tonë me pacient. Produkti merret nga trakti tretës. Ai nuk bën një funksion që shkon tek organi i smur dhe vetë shëron organin e smur. Nuk është ky modaliteti i funksionit dhe mekanizmi i veprimit të këtij produkti. Ai sigurisht kalon në tubin ton tretës dhe përthithet nga organizmi dhe metabolizohet në mëlçi. Dhe i thot trupit, i jep komand trupit që ti vetë trupi duhet ta çojë energjinë atje ku organi është identifikuar i smur. Dhe kjo e trajton në këtë lloj mënyre mekanizmi i veprimit. Unë nuk mund të them si mjek që nëpërmjet këtij ne do bëjmë magji dhe do shërojmë njerëzit. Absolutisht. Ky është një produkt që mund të merret sigurisht edhe me medikamente të tjera, pra nuk ul veprimin e medikamenteve të tjera. Nuk intervenon me ilaçet që përdorin njerëzit në përgjithësi. Unë mendoj që është një produkt që rrit efektin e medikamenteve të tjera kur ne duam të trajtojmë një sëmundje të caktuar, por mbi të gjitha i rrit imunitetin e trupit për ta përballuar këtë. Dhe tej shkencës së mjekësisë që ne njohim sot, dhe shkencëtarët botë dhe mjekët, ne arrim në një kontekst të tillë që ne mund të trajtojmë me medikamente, por në fund ditës duhet të zbulojmë fillimisht shkakun e këtyre sëmundjeve. Dhe trupi e njeh mjaft mirë sepse ka mekanizmin e veprimit për ta rigjeneruar ato organ smur dhe me veten e vet. Kjo është mangësia më e madhe sot e mjekësisë, Alin, duke qenë se edhe në fushën e mjekësisë. Pra, ku ne nuk merremi me shkakun, po merremi me pasojën. Marrim ilaçe për të kuruar, të trajtuar pasojat e një sëmundje, pa u thelluar dhe pa bërë analiza të detajuara se nga na ka ardhur kjo sëmundje, nga ka burimin. E qartë. Në atë kontekst që ne e shohim sot në planin e parë të smurin, është siç e nisëm ne sot bisedën, që jetesa dhe koha nuk na lejon që ata të merren thellësisht. Shiko, ne kemi një problem shumë të madh me pacientët kur na vinë në spital. Ne shohim që pacienti mund i marrë rregullisht medikamentet, por nuk ndryshon stilin e jetesës. Qartë. Dhe këtu është një... Nuk ndryshon asnjë gjë. Kjo nuk ndryshon asgjë. Kështu që ne nuk rregullojmë dot burimin e sëmundjes në këtë rast. Ne rregullojmë për momentin, po sigurisht stili i jetesës do ta vështirësoj shumë që ne të arrijmë atë që ta zhdukim fare sëmundjen nga trupi i njeriu. Kur flasim stili jetesës, bëhet fjalë për të hequr dorë nga disa ushqime të cilat ty të dëmtojnë për atë sëmundje që ke, po të dëmtojnë në përgjithësi të rësisë shëndetit tënd, siç janë ushqimet e përpunuara, që kjo i bën ndoshta të varur njerëzit për t'i konsumuar, sepse prandaj janë të ndërtuara dhe të formuluara në mënyrë të tillë që të krijojnë dhe një lloj varësie nga ky produkt. Pa marrë parasysh pastaj që në stilin e jetesës përfshihet një gjumë i rregullt, një menaxhim stresi më i mirë dhe sigurisht kontakti me natyrën, ato që e kemi humbur prekosh. Dhe duke u rikthyer te natyra, do të kuptojmë se sa benefite kemi prej saj. Marius, më thuaj pak, si do të implementohet, si duhet të zbatohet, si e ke menduar të zbatohet në praktik koncepti One Health? Atëherë. E sa të vështirë e ke? Ne nuk e masim nivelin e vështirësisë në pikpamjen për të demotivuar, por e masim atë për ta kontrolluar. Sepse realisht bëhet fjalë për një proces shumë të vështirë. Bëhet fjalë për një proces i cili integron të gjithë sistemet që janë ngritur
prej vitesh, prej dekadash në njerëzim, në këtë planet, në pikpamjen globale. Ne e shikojmë shëndetin në pikpamjen globale, e shikojmë si të ndarë në agronomi, në veterinari dhe në mjekësi. Ky projekt nuk i shikon si të ndara këto. Shikon vetëm mjekësi në të treja këto linja që po flasim. Dhe natyrisht mjafton... Sepse nëse nuk është toka e ushqyer mirë, edhe produkti që do të rritet në të nuk ka të njëjtat vlera. Nuk ka sesi. Pra nuk e zvendësojmë dot, pavarësisht se për nevojat njerëzimi ka krijuar dhe produkte zvendësuese jo natyrale, por e kemi parë që ata produkte vinë me pasoja me fatin kohor. Dhe lën pasoja në organizëm, sepse trupi nuk arrin dot t'i absorboj, të t'i përpunoj ato vlera ushqyese që në këtë rast janë antivlera. Që tek plehurat që përdoren për rritjen e bimëve, ushqimi i kafshëve, trajtimi i tyre me antibiotik. Do të ndryshoj çdo protokoll trajtimi, pra, po ky ndryshim nuk vjen. Pra ju jeni që ky protokoll, këto mekanizma të ndryshojnë që nga rrënjët e tyre, të rikthehemi si dikur. Një bashkëpunim të ngushtë ndërsektorial midis mjekësisë, midis veterinarisë dhe agronomisë. Kjo bëhet edhe me suportin, patjetër me suportin e opinionit publik, aktorëve në skenë, patjetër dhe organeve qeveritare shtetërore, sepse... E keni quar diku në institucionet tona shtetërore, di që ky prezantim është bërë dhe në Zvicër, apo jo? Po. Si ishte impakti ty, si ishte mirëprit si projekt, si projekt ambicios, duhet thënë? Ishte pavarësisht skepticizmit të grupit ton që shkuam në takimin, edhe pse ishte ftesë nga ana tyre, kompani, korporata multinacionale në industrinë farmaceutike, por ata e pritën për te pritshmërive tona. Madje u befasuan se si një produkt kaq i natyrshëm, kaq pranë njerëzimit dhe që e ka shoqëruar që nga fillesat e veta, i ka shpëtuar mjekësisë sot me inovacionit teknologjik të mjekësisë sotme. Dhe realisht, qasje që patën ata ishte shumë e vëmendshme, e cila më bëri mua të motivohesha dhe të shpjegoja më tepër, të ndjeja kompetencat e asaj çfarë po prezantoja dhe mbi të gjitha e kuptoja në reagimet që kisha në kontaktet që ishte diçka që ata me të vërtet po befasoheshin në pikpamjen e mirë të gjës. Dhe natyrisht ne si kompani na hapi shumë kanale komunikimi dhe bashkëpunimi me këto subjekte prodhuese të mjekësisë konvencionale, moderne. Ne kemi shumë... shumë... se ky produkt do të integrohet, do të përqafohet edhe nga mjekësia konvencionale, mjekësia moderne. Patjetër, sepse ka një qasje vitet e fundit, duke filluar që nga epidemia e madhe COVID-19, ka një qasje shumë të madhe ndaj naturopatisë, ose ndaj... Kur vështirje që përdorimi i vitaminës C, rritja e imunitetit, që ishte prioritet për të përballuar sëmundjet të tilla që vinë. Edhe vetë prodhuesit më të mëdhenj farmaceutik global e kuptuan që ishin këto element cilët organizmit i duhen për të përballuar këto lloj epidemish. Dhe normalisht, pothuajse të gjithë kompanitë globale kanë hapur brenda vetes tyre fusha të reja studimore, kërkimore, studimore në këtë sektor. Qartë. Tani, meqense edhe minutat vrapojnë, edhe informacionet dihet që janë shtëruese, bëhet fjalë për acidin humik, siç e tham. Po, Dr. Nature e kemi pakzuar ne me emrin, sepse është realisht është doktori natyrës, po, patjetër. Edhe pak ngjyrën dhe se si ai ndërvepron. Si e konsumojnë, kush e konsumon, çfarë përfitimesh, ti përmbledhim pak dhe ma shpjego pak edhe këtë procesin, sepse Marius po na tregonte që edhe kur ky produkt kalon në një, ja ta marrim ta mbushim plot, kur ky proces po, atëherë, po të shikojmë, fillon edhe, ja po hedhim disa pika nga acidi humik për cilin po flisnim deri tani, ka këtë ngjyrën e tokës dhe aroma është e tokës,
sepse vjen nga toka, nga shpërbërja natyrale e mikroorganizmeve dhe kompozimit të bimëve. Kemi parasysh të cilësojmë që ky është nga shpërbërja i tokës, por është një formacion gjeologjik 85 milion vite i vjetër, nga i cili merret lënda e parë që prodhohet ky acid. Dhe po të shikojmë mënyrën se si produkti u shpërnda në ujë, e kuptojmë dhe formën se si e integrohet në ambientin ku ai vepron. Pra në ujë në këtë rast e kemi ne, por dhe në organizëm. Por ai të konsumohet? Sepse po nuk e di sa ishte e mundur të shikoj lëvizja që pati nëpërmjet kamerës, por ai bëri një lëvizje rotatore, cila rrotullohet rreth vetes së tij. Të tillë. Po, në formën e vorbullës. Kjo tregon që formula është e gjallë, sepse diferencon edhe nga shumë produkte tjerë ekuivalente që ndodhen në treg. Duke qenë se kjo është i procesuar në të ftohtë, është i prodhuar në të ftohtë, në një teknologji 100% organike, cili nuk i humbet tiparet e tij të një produkti natyror. Është një pastrues në nivel qelizor i metaleve të rënda, që e përmendëm dhe që ishte shumë kryesore për ta theksuar. Tjetër përfitime. Produkti mund të përdoret nga të gjitha moshat. Edhe nga fëmijët? Edhe nga fëmijët me dozë të reduktuar. Si pjesë e një diete ushqimore, duke pasuruar dietën tonë ushqimore, duke i dhënë trupit tonë vitalitet, sepse duke rritur oksigjenin në gjak, ai jep dhe vitalitet trupit tonë duke bërë më të gjallë dhe organet më jetike, duke na dhënë qartësi në mendime, duke qenë sepse ndikon po prapë në të fluksin e gjakut dhe oksigjenit në gjak, ndikon edhe në qartësimin tonë të mendimeve. Po si gjithmonë përpara se të përdoret një produkt, ne gjithmonë i nënshtrohemi disa analizave që të kuptojmë se sa do të na përmirësoj acidi humik në rastin tonë si suplement. Në nivelet e trajtimit me acid humik, ai sigurisht që krijon vendos një ekuilibër të trupit. Prandaj ai ndikon në nivel sistemik. Ndërsa kur e marrim në nivel të një organit caktuar, ai sigurisht kalon, siç e përmenda unë. Pra gjen vetë rrugën për të shëruar organin e saj. Dhe ai kalon nëpërmjet traktit tretës, përthithet në zor dhe pastaj shkon dhe metabolizohet në mëlçi. Dhe të gjitha ku prek ky produkt, ai fillon dhe rregullon ekuilibrat. I thot trupit që ne duhet të shkojmë dhe ta ofrojmë gjithë fuqinë tonë, ta orientojmë drejt këtij produkti. Siç e gjen natyralisht ciklin dhe rrugën e vet. Që nga rregullimi pH-it. Që kur merret që nga rregullimi pH-it në stomak. Që nga rregullimi mikro dhe makroflorës intestinale. Rregullimi parametrave. Efekti është që në momentin që ne e pim, ndijmë një lloj lehtësimi sepse ka një efekt prebiotik në stomak. Është njësoj si prebiotikët që ne marrim nëpërmjet pritjen e bakterit, numrit të baktereve të mira. Dhe kjo e rregullon mikroflorën dhe makroflorën. Pastaj që këtu fillon gjithë funksioni i saj. E tjera, pra është një produkt organik natyral që sistemon dhe rregullon gjendjet tona shëndetësore në mënyrë natyrale. Mund ta dim ku e marrin shikuesit, ku e gjejnë? Është produkt i cili është i ri në treg, është i ri, po. Ne bashkë me doktor Aldinin, duke qenë se është një ekspert i fushës, ka punuar në farmaceutik për shumë vite, jemi duke menduar një plan të mirë organizuar që produkti të jetë në shkallë të gjerë duke filluar nga janari, edhe pse sot ndodhet në treg, në farmaci, aktualisht blihet farmaci dhe online nëpërmjet faqeve tona rrjetet sociale dhe faqes web, kontakteve. Por shumë shpejt do jetë, sepse ne jemi në kontaktet vazhdueshme edhe me institucione shtetërore, lidhje me filozofinë. E rëndësishme është One Health, pra filozofia që duhet të shërënjosim se çfarë po na bën gjithë ky sistem. Kjo është e reja sot që ne po sjellim. Padyshim i asociohet produkti që ne kemi, por ne flasim për një filozofi më të gjerë. Qartë. Të një produkti i cili është kudo ndodhur, por i cënuar, nuk është më në gjendjen e tij natyrale si natyra ka prodhuar për miliona, për miliarda vite. Po. Kjo është për të përgëzuar që ju keni arritur të kapni këtë koncept dhe të implementohet ato në nivele të larta, institucional, duke përfshirë këtu edhe industrinë e farmaceutikës, apo jo, duke u bërë bashkë me atë naturopatike. Unë ju falenderoj shumë, ju uroj shumë suksese në projektin tuaj dhe faleminderit që erdhët e zbuluat në Rrezet Dielli. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, kalojmë në publicitet.
Bëjeve, do të cilë sot një mask naturale që do të shërbej si një botox natural për fytyrën, një lifting natural. Ndërkohë kur të gjitha apo jo Stella, orientohemi drejt ndërhyrjeve të ndryshme estetike. Por unë jam e sigurt. Ne kemi kanalizuar këtë format. Jo vetëm neve, po mendoj që njerëzit janë ndërgjegjësuar pak edhe duan të ajo gjëja natyrale. Ne sa do pak mundohemi me këto produktet që kemi në shtëpi si gjithmonë, të bëjmë disa maska që kanë efekt shumë të mirë edhe ushqen dhe lëkurën mbi të gjitha. Sepse motoja e Bëje Vet është vendosi fytyrës atë që konsumojmë. Mund të konsumosh. Pse liri dhe miell orizi. Atëherë ne kemi zjerë farat e linit. Ta hapim pak apo ndikon? Jo hape, ajo ka avull akoma. Lëshojnë kur zihen këto farat atë gjeli, ajo krijoi tamam si ai gjeli veçtullor edhe është shumë efikas sepse ngjitet me lëkurën edhe vërtet e eksfolion edhe zbut jep atë shkëlqimin dhe atë efekti lifting që themi. Kështu që është pak e veçantë, nuk e di nëse zonjat e kanë provuar këtë. Unë e sugjeroj që të bëhet e gjithë fytyra, edhe sytë jenë të mbyllur, edhe pjesa e gojës, dhe kjo ja po e tregojmë që mos të flasim kështu në ajër, si procedojmë. Kemi zjerë farat e lirit në ujë, pra në raportin e barabartë, që të krijohet tamam ajo masa gelatinoze. Tani kjo është që ke vështirë për ta hedhur, për efektin që jo, ka këtë si gel. I vetëm gjithon si që edhe do ta përdorim, besoj, të gjithë masë. Nuk duhet që ta konsumoj të gjithë, se kam dhe një mask të vogël prapë me këtë. Përsëri me fara, super. Okej, kështu si që kemi, duhet i kemi dhe farat edhe lëngun. Do hedhim miell orizi, një luk, dhe do ta shikoni çfarë efekti do krijoj. Do bëhet si një brum, paka shumë. Paka shumë si brum, ose si ato maskat e fytyrës, se të gjitha ne kemi provuar, po, të trasha. Maskat freskuse me elemente, me aloe vera, me vitamina të ndryshme. Të hapim pak hapësirën. I trazojmë bashk, të dyja veprojnë në unison, dihet që mielli i orizit është një nga përbërësit kryesor të maskave dhe të për zbardhjen e lëkurës koreane. Po, për të patur atë efektin koreane kemi vendosur ne tani si emër. Ky mielli i orizit është çuditëbërës, edhe vërtet ka një efekt shumë të bukur. Kështu siç e kemi tani. Mos të trëmbemi se këto farat e linit japin pak efekt në fytyrë, që mbushet. Do të mpikset. E mira do ishte, po, të na ndihmoj dikush për ta aplikuar në fytyrë. Marim çunat që kemi përballë. Gjithmonë të dora do ta bëjmë provën tani, se dhe shikoj ne të dyja nuk kemi për këtë punë, se e para kemi vendosur grim në fytyrë dhe fytyra do të jetë e pastër kur vendos. Por që unë e kam folur një herë dhe e kam thënë që një ditë do ta vendos një mask direkt kur do vi ajo jemi në emision. Kur të duash, unë nuk kam probleme, nuk kam frikë nga mos rregullësia ose ajo perfeksioni që mendojmë. Kështu që së shpejti do ta bëjmë një mask të tillë dhe do të aplikojmë në fytyrë. Sigurisht do ta lëm sa minuta dhe më pas ta shtyjmë? Të duhet ta lëm, e mira është te 15 minuta, por që do ta shikojmë dhe vetë si do thahet, si do krijohet ajo si mask që ne kemi shumë kollaj për ta hequr, për ta larguar. Si metaforikisht të heqim një mask të fytyrës e të vendosim maskën tjetër. Nuk e di nëse kemi kohë se mund ta provonim te dora. Jo, nuk është e nxehtë, por që duhet të presim të thahet. Po, dihet që mielli i orizit për shkak të përbërës antioksidant, minerale dhe një animicitet naturale që ka atë efektin e zbardhjes së njollave, shkëlqimi, të unifikimit të ngjyrës të fytyrës, efektin lifting, farat e lirit që kanë efekt lifting, tërheqjen e lëkurës, mos të pretendojmë që do i kemi këto efektet, e themi gjithmonë këtë gjë që me një mask ne do bëjmë çuditëra. Ja hodhëm rrudhave. Jo, absolutisht. Thjesht ne siç ushqehemi vetë, ditë për ditë që ham shëndetshëm, që jemi mirë jashtë, të njëjtën gjë do bëjmë edhe me lëkurën. Po.
Kështu tani këtë unë po e lë për momentin që shpresojmë të thahet në këtu minutazh që kemi. Është një maskë e ushqen shumë mirë, e rrit elasticitetin, kanë omega-3 faratë e lirit dhe prandaj përdorim dhe i konsumojmë ato qoftë edhe në funksion të organizmit për gjendje të caktuara, shëndetësore, mos për tretjen edhe me radhë. Përveç se ushqyerit është e mirë edhe për flokët. Po, edhe maskë flokësh mund të bëjmë me fara liri. Kështu siç e kemi, nëse ne kemi më shumë se kemi zier më shumë fara lini, mund ta përdorim shumë mirë edhe për flokët. Ta lëm 1-2 orë është mirë edhe do i kemi ato flokët. Një tjetër rezultat fantastik, se kemi dhe lëkurën e bananes për fytyrën, të flasim dhe pak për lëkurën e bananes. Atëre, bananen e konsumojmë ditë për ditë, edhe nuk ka nevojë të flasim për vlerat ushqyese që ka banania, se besoj të gjithë jemi koshentë dhe e dim. Tani si që kemi lëkurën e bananes, e dim që ka shumë vitamina. Filloj me vitaminën E, me kalium, enzima, nuk e di që të them. Sheqerna natyrale, yndyrna të mira, sheqerna natyrale. Gjithandej. Kështu që, si që kemi, se unë me zi e përdor edhe këtë tani, bananen, si që kemi, thjesht e përdorim të sytë. Po. Edhe kjo krijon një, përveç se të freskon tani që po e ndjej, edhe një tërheqje të lëkurës, edhe duhet ta lëm të rreth 15 minuta. Ajo do ta tërheq lëkurën, do t'jap atë shkëlqimin e dur, do ta ushqej me këto vitamina dhe ne do kemi atë fytyrën e bukur. Po, plus që ndihmon edhe për njollat kafe, meqense shumica e vuajnë këtë problematikë të fytyrës. Drejt është kjo. Unë zakonisht bananen edhe është përdorur shumë, sidomos për shkëlqimin e fytyrës edhe këtë tërheqje natyrale. Ne jemi duke parë televizor. Nuk bëjmë asnjë gjë, kjo nuk na bën dhe pis, siç e kemi lëkurën e bananes, thjesht duke parë televizor dhe masazhojmë fytyrës, po. E masazhojmë sidomos te zona e syve, te zona këtu, te qafat, te mos harrojmë dhe krarorin. Fjetë e holla të rrudhave. Për të ushqyer sa më tepër lëkurën. Kështu që edhe ato vlerat ushqyese të bananes i morëm duke konsumuar, edhe lëkurën e dhe kështu ja përfundojmë këtë hapësirë të bëjeve, 2 maska të shpejta, mos i hidhni lëkurat e bananes, përdorni faraliri dhe miellorizi në mënyrë të vazhdueshme sistematike për të marrë rezultatin. Dhe diçka tjetër që më kujtua, nga gjeli i farave të lirit mund të përdoret shumë mirë për vajzat e vogla që janë të fiksuara pas slimbekut, nuk e di vajza jote apo jo, dhe përdorin gjelra që kanë edhe përbërës dëmshëm, ndoshta për fije. Tani të them të drejtën, unë e përdor për veten time, nuk përdor këto baby flok që i quajnë të mijat, përdor në vend të xhelit kam përdorur këtë vajnë lëngun e farave. Gjelin e farave dhe është shumë i mirë që nëson gjelin e çunave dhe të vajzave që duan t'i treqin dhe duket bukur me shkëlqim floku. Edhe ka një efekt të shkëlqyer. E dukemi bukur dhe ushqejmë rrënjën e flokut, plus që mund të përdoret si masë në gjithë gjatësinë e flokut. Edhe nga ana ekonomike kursejmë, se dhe kjo është e rëndësishme. Mi të gjitha. Mirë, kemi ardhur në fund. Faleminderit Stella. Faleminderit juve dhe kjo tha pak a shumë. E do të presim pasi ta heqim me atë sipër në trash që krijohet. Faleminderit dhe juve për vëmendjen. Ju urojmë ditë të bukur. Shihemi nesër.